Po. A është kjo një farë ndihme me që je dhe vetë kandidate? A është ndim tjesht në fillim të listës? Unë nuk e shoh si ndim. Dhe a ki vota më shumë nëse je në fillim dhe jo kur je me poshtë? Edhe. Mund t'jetë, mund të mos jetë. Unë kam pasur rastin me taku njerëz që kanë qenë numër 6, që s'janë bërë deputet, ose numër 8, që s'janë bërë deputet, ose numër 10, e parëndësishme numri, po në këtë vjetëshën e parë. Do më thonë, mund të qëndrojnë të dyjat, por ndonjëherë ka pesh edhe vizioni i një kryetari caktum, profili i dikujt që ti dëshiron ta kesh me patjetër brenda kuvendit e që dëshiron ta kesh që në pjesën e parë, do më thonë si një garanci që do t'jetë pjesë e ekipit tënd, ose ku ta diun, po formula nuk është fikse, sepse brenda partisë ka aspekte shumë vlerore, ke njerëz që kanë vota shumë, e nuk i kinë edhe çën e parë. Nëse shikojmë numër votash, normal kjo listë kishte me qenë krejt tjetër. Mandej ki njerëz që kanë një profil tepër të begat, e që nuk mund t'i zë të gjithë në veçën e parë, duhet ketë një farë riciklimi. Pastaj ke njerëz të cilët ndoshta kanë profil të jashtëzakonshëm, edhe kanë qenë pak më poshtë, nuk kanë arritur, dhe ne kemi me interes t'i shtyjmë si parti dhe si profile. Prandaj duhet me pa me një prizmë pak më gjanë, edhe me një farë dashamirësie, edhe thjesht me kuptu që se cili prej numrave është i vlefshëm sepse nderi i parë dhe pesha e parë se cilit prej nesh është që jemi pjesë e listës për deputet dhe garojmë për deputet në kuvendin e Kosovës dhe mendoj që kjo është nderi i parë që duhet me respektu se cili prej nesh e mandej procesi, zgjedhjet, a pjesa tjetër të vota më varet vetëm pjarës tjetër. Që është kjo çështja e juve si kandidat? Ka shumë dhe prej 110 emrave potencialisht një përqindje me vogël e tyre do t'jetë në kuvend, po a është gara kryesore brenda llojit, brenda partisë, apo me kandidatët për deputet të subjekteve të tjera? Qysh e koncentroni fushatën? Shikoni, tash kjo fjala brenda llojit gjithmonë e kom një prej fëmijë kur kom qenë pjesë e garave ndryshme dhe në çdo garë ka ambicie. Ambicia është gjë shumë e natyrshme dhe normale dhe nuk mund ta cënojmë si të tillë, sepse ti kur hyn në garë secili prej nesh ka dëshirë të performoj edhe të ketë sukses. Por suksesi nuk matet gjithmonë vetëm a bëhesh. Ka procese të ndryshme. Dikush bëhet më herët pa qenë në këto lloj garash. Dikush bëhet në proces të garave. Mund të jetë figure mirë dhe e rëndësishme lokale, por jo shumë e njohur në kontekst të Kosovës. Mund të hyjë në garë, mund të ketë sukses, mund edhe mos bëhet deputet, po të ndërtojë një profil shtesë i cili mandej mund të jetë shumë i pranueshëm në. Mos pengohet prej brenda. Ka në vazhdimsi ankesat që tash këto lloj pengesash, me të drejtën na jemi në fushat zgjedhore edhe mendoj që nuk është e ndershme unë as me fol për këtë çështje se nuk më takon se jam vetëm garë, edhe nuk du me cënu. Shikoni, njerëzit ambicin e tyre adresojnë në forma të ndryshme. Dikush nuk zgjedh mjete me mritje qëllimi, dikush mundohet me rujt një farë pjesë të fisnikrisë vetë edhe me lujt pak më ferë, po megjithatë secili e mbart me vete, edhe si ta them marifetin edhe pezmin, po edhe fisnikrin e rrugtimit që e bën, sepse ajo flet për ne. Diçka që su arrit pak ditë para se të publikon listat është bashkimi me nismën socialdemokrate. A keni qenë pro këtij bashkëpunimi ose bashkimi